Mbani arra në shtëpi dhe I konsumoni në këtë mënyrë, nuk do vuani kurrë nga ky problem. Një studim I ri tregon se duhet të konsumoni çdo ditë 8 kokra arra. Sipas një studimi të Penn State University në Pensilvani të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të udhëhequr nga Dr. Penny Chris Eteron, thuhet se konsumi çdo ditë I arrave lufton sëmundjet e zemrës. Sipas ekspertit Penny Chris Eteron, të konsumoni arra ose vaj arre për 4 ditë me radhë zvogëlon riskun e sulmeve në zemër. Duke konsumuar vetëm 3 lugë gjelle me vaj arre, do të keni gjithashtu enë gjaku më të shëndetshme dhe do të parandaloni një sër komplikacionesh të tyre. Ekspertët këshillojnë që, para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Arrat duhet të jenë pjesë e pandare e dietave tuaja. Për sa kohë konsumohen brenda normës lejuar dhe pa e tepruar, ato do të jenë një mburojë vërtet të shëndetit dhe do të lehtësojnë komplikacionet. Arrat kanë dyfishin e antioksidantëve krahasuar gjithashtu edhe me të gjitha arorët e tjerë dhe çlirojnë organizmin nga radikalet e lira, të cilat janë të dëmshme gjithashtu edhe për qelizat dhe shkaktojnë një sër komplikacionesh. Konsumi I arrave në format e tyre natyrale dhe brenda normës së rregullt mund t'i japë shumë përfitime, siç janë për shembull acidet yndyrore omega 3, vitaminat dhe proteinat shumë të rëndësishme për aktivitetet tona ditore. Sipas ekspertëve, përfshirja e arrave në dietën tuaj do të jetë një element I shtuar në mbrojtjen e organizmit. Një studim I fundit të cilit I referohemi sipas Healthline doli në përfundim se njerëzit duhet të hanë të paktën 8 arra çdo ditë. Kjo si një ndihmë shumë e mirë ushqyese në dobit të organizmit dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Duke konsumuar të paktën 8 kokra arra çdo ditë, ju do të merrni përfitimet e tyre më të mira dhe gjithashtu do të lehtësoni edhe komplikacionet që rëndojnë në shëndetin. Sipas të dhënave, konsumi I arrave parandalon sëmundjet e zemrës, diabetin e tipit 2, gjithashtu parandalon edhe problemin e radikaleve të lira. Në veçanti ngrënia e 8 kokra arra çdo ditë ju mbron gjithashtu nga komplikacionet që mund të krijohen në shëndetin tuaj të zemrës. Ndaj, ato konsiderohen sipas ekspertëve si një prej ushqimeve më të rëndësishme që mund të shtohen në dietën tuaj në betejën kundër komplikacioneve të shëndetit të zemrës. Përveç se të pasur me nivele shumë të mira të antioksidantëve, arrat janë të pasura gjithashtu me nivele të mira të proteinës, vitaminës dhe mineraleve, çka do të jetë një nxitje më e mirë për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Arrat janë të mira edhe për shëndetin tuaj mendor, dhe një I rritur mund të përfitojë ndjeshëm nga konsumi I tyre në mënyrë të rregullt. Një nga aspektet më interesante të arrave është roli I tyre në përmirësimin e shëndetit mendor. Ato ndezin plot 30 transmetues nervor të trurit. Një studim amerikan analizoi përmbajtjen e 10 arrorëve të ndryshëm. Nga të dhënat, autorët e studimit zbuluan se arrat ishin më të pasur se kikirikët, bajamet, gjithashtu edhe fistikët dhe arrorët e tjerë. Gjithashtu elementet ushqyes të tyre ishin më të rëndësishme në aktivitetet tuaja ditore, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të njëpasnjëshme. Sipas tyre, antioksidantët që gjenden te arrat janë gjithashtu 15 herë më të fuqishëm se vitamina E, duke I cilësuar arrat si një prej zgjedhjeve më të mira ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Njerëzit I shmangin arrat me idenë se pse ato përmbajnë yndyrna, por këto yndyrna janë në poli të pangopura dhe mono të pangopura, të cilat mbrojnë enët tuaja të gjakut. Shkencëtarët amerikanë shpjeguan se mjaftojnë 8 arra në ditë për të marrë përfitimet e tyre maksimale, dhe kështu ndikimi I tyre në mbrojtjen e organizmit do të jetë I menjëhershëm dhe shumë I fuqishëm. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e arrave të freskëta në dietën tuaj të përgjithshme. Ndikimi I tyre në mbrojtjen e shëndetit do të jetë gjithashtu më I plot. Sipas tyre, duke ngrënë të paktën 8 arra përpara buke, njeriu do të mund të humbasë peshën e tepërt më lehtë, sepse arrat ju mbajnë më të ngopur për një kohë më të gjatë
dhe kjo do të krijojë gjithashtu ndjesinë e ngopjes në organizëm, çka është shumë e rëndësishme edhe për të evituar nga dieta juaj konsumin e ushqimeve jo të shëndetshme. Arat janë të shëndetshme për organizmin për sa kohë nuk teprohen. Ato mund të ofrojnë përfitime për shëndetin. Konsumi i tepërt i arave në periudha afatgjata mund t'ju shëndosh, thonë ekspertët, por nëse i konsumoni brenda normës së lejuar dhe pa e tepruar, arra do të kthehen në një element ushqyes mjaft të rëndësishëm të dietave tuaja, çka do të ndikojë pozitivisht në rigjenerimin e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët këshillojnë 5 deri në 8 kokra ara çdo ditë. Ato do t'japin përfitime të mira në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Arat janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe për personat të cilët kanë probleme me shëndetin e tyre tretës. Fibrat janë shumë të rëndësishme për sistemin tretës dhe mirëqenien tuaj. Një grusht me ara çdo ditë mund të ofrojë një sasi mjaft të mirë të elementeve ushqyes të organizmit, çka do të mbajë larg komplikacione dhe do të rrisë gjithashtu rezistencën e trupit tuaj në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Ekspertët thonë se një grusht me ara në dietën tuaj mund të ofrojë një element të mirë të fibrave, çka janë të rëndësishme për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të përditshme. Konsumi i arave në menun tuaj ditore do të ofrojë sistemit tuaj tretës një mbrojtje më efektive, lehtësimin e komplikacioneve të tretjes dhe gjithashtu rritjen e rezistencës së trupit. Nëse doni të konsumoni ara, përgatituni të merrni përfitimet të tyre ushqyese edhe në betejën kundër kilogramëve të tepërt. Arrat konsiderohen si një nga ushqimet që sjellin më shumë energji në trupin tuaj, dhe si të tilla duhet të konsumohen në mënyrë të rregullt fal elementeve të tyre ushqyes dhe lehtësimin e komplikacioneve. Arrat, duke u konsumuar brenda normës, do ju mbajnë më të ngopur, çka do të sjellin përfitime të mira ushqyese kundër këtyre komplikacioneve. Ekspertët tregojnë se arrat janë të mira për shëndetin mendor dhe përmbajnë nivele shumë të mira të antioksidantëve, shumë të rëndësishëm për mbrojtjen e shëndetit tuaj. Një nga aspektet më interesante të arrave është roli i tyre në përmirësimin e shëndetit mendor. Arrat ndezin plot 30 transmetues nervor të trurit. Një studim amerikan analizoi përmbajtjen e 10 antioksidantëve të ndryshëm nga arrorët, ku arrat përmbanin gjithashtu nivelin më të mirë të antioksidantëve, të cilët ndikonin drejt për së drejti në shëndetin e kujtesës. Autorët e studimit zbuluan se arrat ishin më të pasur se kikirikët, bajamet ose edhe produktet e tjera ushqyese me antioksidantë të tillë, çka do të nxisin një mbrojtje më të mirë të kujtesës dhe lehtësimin e komplikacioneve të saj. Sipas tyre, antioksidantët që gjenden te arrat janë 15 herë më të fuqishëm se vitamina E. Njerëzit i shmangin arrat me idenë se ato përmbajnë yndyrna të dëmshme, por ato përmbajnë yndyrna omega 3, shumë të rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore dhe lehtësimin e problemeve të tij. Ekspertët thonë se shtimi i arrave në dietën tuaj do të jetë një mburojë e çmuar e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve ditore. Shtojini arrat në menun tuaj ditore. Përfitimet që do t'i japin shëndetit do t'i kthejnë ato në një prej elementeve më të rëndësishëm në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ekspertët këshillojnë konsumin e 5 deri në 8 kokra ara çdo ditë para buke. Ato do ju ndihmojnë në mbajtjen e trupit në formë, duke ju mundësuar një strukturë më të mirë të elementeve ushqyes, në lehtësimin e komplikacioneve dhe gjithashtu rezistencën e trupit tuaj. Sigurohuni që arrat t'i keni pjesë të rëndësishme të dietës suaj, dhe ndikimet dhe vlerat e tyre në organizëm do t'jenë të menjëhershme dhe të fuqishme. Ekspertët thonë se një i rritur mund t'i konsumojë ato brenda normës lejuar ditore dhe pa e tepruar. Kështu ndikimi i tyre në organizëm do të jetë më i plot dhe më i shëndetshëm. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor,
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.